Teksa pritej të mbajë seanca për masën e sigurisë në gjykatën e Fierit, nuk është paraqitur në seancë mjeku imazherist i Spitalit Rajonal Gëzim Taullaj. Sipas burimeve, mësohet se për arsye shëndetësore ai është përfaqësuar nga avokati i tij Gjevair Morina. 66 vjeçari ra në prangat e policisë, teksa është kapur në flagrancë duke i marrë një shumë parash një pacienti që do të kryente ekon abdominale. Taullaj ra në prangat e bluve të Fierit pas një hetimi 4 mujor në bashkëpunim me prokurorinë dhe u arrestuar në përfundim të operacionit policor të koduar imazheria. Masa e sigurisë ishte caktuar të jepej nga gjyqtare Aurora Tusha dhe prokuror Leonard Suçi, teksa mbi mjekun rëndojnë veprat penale, shpërdorim detyre dhe korrupsion pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Gjithashtu ai akuzohet se shpërdoronte detyrën pasi gjatë orarit zyrtar të punës ku vizitonte pacient në 2 klinika private në Fier. Sipas provave materiale, gjatë kontrollit në banesë u gjetën dhe sekuestruan shuma e lekëve që i mori qytetarit në kundërshtim me ligjin. 39.000 euro, 2.370 pound dhe $75.